Një aksident rrugor është regjistruar gjatë kësaj të hënën në zonën e Skelës, duke shkaktuar një shqetësim të qytetarët dhe kalimtarët e rastit. Sipas informacioneve paraprake, një automjet ka përplasur një të moshuar, i cili po lëvizte me një biçikletë dhe po kalonte rrugën në vija të bardha. Në një moment ku qarkullimi ishte relativisht i ngarkuar, nga përplasja i moshuari ka pësuar dëmtime të lehta. Por situata ka kërkuar ndërhyrje të menjëhershme të shërbimeve të emergjencës. Dëshmitarët në vend ngjarje raportojnë se gjithçka ndodhi brenda pak sekondash, ndërsa drejtuesi i mjetit nuk ka mundur të frenojë në kohë për të shmangur përplasjen. Menjëherë pas sinjalizimit në vendin e ngjarjes kanë mbritur ekipet e ndihmës së shpejtë, të cilat i kanë dhënë të moshuarit ndihmën e parë. Më pas ai është transportuar me urgjencë drejt spitalit më të afërt për ekzaminime më të detajuara dhe për trajtim më të specializuar. Burimet mjekësore bëjnë me dije se gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë forcat e policisë kanë mbritur në vend ngjarje dhe kanë nisur menjëherë procedurat për dokumentimin e plotë të aksidentit. Uniformat blu po punojnë për të sqaruar rrethanat e saktë të përplasjes, si dhe për të përcaktuar përgjegjësinë e palëve të përfshira. Paraprakisht po hetohet nëse është respektuar rregullat e qarkullimit rrugor, veçanërisht në lidhje me përparësinë në vija të bardha. Ky rast rikthen edhe një herë në vëmendje rëndësinë e respektimit të sinjalistikës rrugore dhe kujdesin të shtuar ndaj drejtuesve të mjeteve, gjithashtu ndaj përdorësve të tjerë të rrugës, përfshirë këmbësorë dhe ciklistët. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të tregojnë vigjilencë të shtuar, sidomos në zonat urbane, ku lëvizja është më intensive dhe rreziku për incidente është më i lartë. Hetimet vijojnë, ndërsa pritet që në orët në vijim policia t'i japë një njoftim më të detajuar mbi shkaqjet e aksidentit.